Selam aleikum, a kam gjuna unë nëse burri merr kredit për gjendjen ekonomike, pra merr për familje. Aleikum selam, rahmetullah. Motër, ajo që po përmend ti po tregon se jeni në gjendje jo të mirë ekonomike. Prandaj fatkeqësisë tuaj mos i shtani një fatkeqësi dy fish më të madhe. Marrja e kredis është dy fish më e rëndë se sa të jetosh i varfër. Ajo përveç që është shton varfëri, ai edhe nga ana tjetër hidhron Allahun, edhe ta ngushton hesapin hala më keq. Ata që kanë provuar din, një punë për cilën ka thënë Allahu kush merr kredi sikurse me fshin shejtani përpara. Është në luftë me Allahun xhaleshanu, prandaj ti duhesh me insistu me çdo kusht, me i ball fukarallëkut, me punu sa të muni me thoj me punu, e me nxjerr parën prej gurit, e mos me toleru deri në maksimum. Përveç nëse laku vjen fyt, edhe s'ka alternativë tjetër, janë ato momentet kur njerit i lejohet me ngranë edhe mishi derët, i lejohet edhe kamata, i lejohet edhe alkooli, i lejohet të sanet që në origjinë janë të ndaluara. Prandaj, nëse nuk e keni atë gjendje, keni kulm mbi kokat tuaja, keni sa me mush barkun me ngranë me pi, mos tolerani gjë të tillë. Insista, se ndoshta burri po ti flasësh ti pak, ndoshta edhe ai zbutet, edhe largohet prej këtij harami. A ki gjuna? Nëse ti e kundërshton ata, e këshillon ata dhe me zemër nuk je e kënaqur, atëherë inshallah taala nuk ki gjuna. Por nëse e ke lënë rrafsh këtë mohabet, atëherë ti ki hise, sepse mundesh ndoshta me pas ndikim të burrit. Po nëse s'ke ndikim, atëherë spaku ti e kryen obligimin karshi Allahut. Kështu që mos u kënaq me këtë veprim të bashkëshortit kur. Allahu ju pasroft në zemër, në iman, në shëndet, pastaj edhe në ekonomi. Amin.